Televizia Vetëvendosje në Kosovë ka dalë para pak minutash me një deklaratë mbi kandidaturat për zgjedhjen e presidentit. Zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025 që erdhën si rezultat i një bllokade mbi 10 mujore përveç se u mbajtën në një afat të afërt kohor, dhanë gjithashtu rezultatin më të qartë në historinë e Kosovës pas luftës. Qytetarët folën fuqimisht kundër bllokimit të shtetit dhe në favor të themelimit të institucioneve. Në përputhje me këtë rezultat pas një vonesë, u konstituuan 2 institucione themelore të vendit, Kuvendi dhe Qeveria, ndërsa procesi i radhës që kemi përpara është ai i zgjedhjes së presidentit. Duke pasur parasysh përcaktimet politike të subjekteve parlamentare si subjekt fitues, propozuam që vendit t'i ofrojmë një kandidat konsensual për president. Për këtë arsye ftuam disa herë radhazi në takim subjektet më të mëdha opozitare me synimin për të gjetur emra dhe propozime rreth të cilëve do të mund të ndërtonim pajtim për këtë pozitë, për zgjedhjen e së cilës kërkohet pjesëmarrje e të paktën 80 deputetëve në sallë. Pavarësisht insistimit ton nga këto subjekte nuk morëm asnjë propozim konkret, ndërsa u refuzuan edhe ofertat tona me emra të caktuar. Subjekti ynë politik është i bindur se në vendin ton ka shumë emra të denjë për këtë pozitë të rëndësishme shtetërore, rreth të cilëve do të mund të ndërtohej një pajtueshmëri për të ecur përpara. Në këtë fazë, zgjedhjet e reja do të ishin krejtësisht të panevojshme. Në këto rrethana, Lëvizja Vetëvendosje, pas të gjitha përpjekjeve për të arritur marrëveshje, do të propozojë për kandidat për president ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës, ish kryetarin e Kuvendit, deputetin e 7 legjislaturave dhe njeriun e dytë më të votuar në historinë e Republikës sonë, zotin Glau Konjufca. Në të njëjtën kohë, i ftojmë edhe një herë subjektet opozitare që të kenë propozimet për kandidat. Nëse u nevojiten në shkrime plotësuese, ne ju ndihmojmë nga grupi ynë parlamentar. Jemi të bindur se kjo sfidë është e kalueshme, zgjedhjet janë të evitueshme dhe është plotësisht e mundshme të gjejmë pajtueshmëri për të ecur përpara, thuhet në deklaratën e Lëvizjes Vetëvendosje, përcjell vetëm disa minuta më parë në rrjetet sociale.